Dimri është periudha kur lëkura e fytyrës e humb më shpejt hidratimin dhe shkëlqimin natyral. Ajri i thatë, temperaturat e ulta dhe ngrohja në ambiente të mbyllura ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, trajtimet e avancuara dermatologjike po marrin gjithnjë më shumë vëmendje. HydraFacial është një nga metodat më moderne dhe më të sigurta për pastrim të thellë, hidratim intenziv dhe rigjenerim të lëkurës, një trajtim që jo vetëm rikthen freskinë, por edhe mbron lëkurën nga dëmtimet e sezonit të ftohtë. Do të zbulojmë pse HydraFacial po konsiderohet trajtimi ideal për një lëkurë të shëndetshme dhe me shkëlqim gjatë dimrit. Të dimrit e dim që ka tendencë të thahet, të na bëhet një përçarje në për lëkurë dhe të kemi probleme. Pse më saktësisht po praktikohet HydraFacial tani, ky aparat i cili është me një inovacion sa më të ri dhe është aq i kërkuar dhe aq produktiv. Më thuaj cilat janë beneficionet e këtij tretmanit, të cilin normalisht sapo e pam. Lëkura gjatë dimrit ka nevojë për një hidratim, për shkak se nga moti i ftohtë, nga temperaturat, ajo thahet edhe ka pjesë ku edhe përçahet, mund të ndodhe edhe skuqje të lehta, domethënë prej temperaturës. Kështu që trajtimi i hidrofacialit ndihmon për kthimin e hidratimit të lëkurës edhe elasticitetin e saj. Domethënë e hidraton, gjithashtu jep një shkëlqim, e paraqet një lëkurë më të shëndetshme gjatë stinës së dimrit. Më thuaj, cilat janë shenjat e para në lëkurë që e vërejmë se na duhet një hidratim i thellë? Kur e shohim se kemi nevojë domethënë për një pastrim, kemi pak pore më të hapura ose siç e ceka edhe më herët se temperaturat pse janë më të ftohta gjatë dimrit, atë mund të ndodhë edhe ndonjë përçarje, ndonjë skuqje dhe fytyra ka, lëkura ka nevojë. Përmende pastrimin, sa është i rëndësishëm pastrimi i thellë tek lëkura, a ndryshon rutina nëse bëhet HydraFacial pastaj apo duhet me vazhdu me të njëjtën rutinë që e kemi përdorur edhe më herët? Ajo varet pak a shumë prej tipit të lëkurës. Pastrimi është shumë i nevojshëm për lëkurën, sepse ne si femra që jemi përdorim në përditshmëri make-up, edhe zakonisht domethënë fytyra mbushet me papastërti edhe me kemikate, edhe pastrimi po se është shumë i domosdoshëm për lëkurat tona. Jemi duke diskutuar këtë procedurë, po dua ta di edhe funksionimin, se si fillon funksionimi. Shohim këtu aksesorë të shumë të cilat janë shtesë të këtij aparati dhe kësaj teknike e cila normalisht e bëni dhe e praktikoni ju, dhe jashtëzakonisht ka marrë bujë kjo teknikë tani tek të gjitha vajzat, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Më thuaj, nëse ka mundësi gradualisht ta tregojmë edhe procesin se si shkon kjo teknikë dhe sa kohë merr për tu realizuar, në sa kohë duhet të bëhet, po këto do të diskutojmë me vazhdimin e kohës të bisedës, po fillimisht si e fillojmë këtë tretman? Tretmanin e fillojmë me një analizë të përgjithshme të lëkurës, të tipit të lëkurës, edhe vazhdojmë me përcaktimin e tretmanit për cilën ka nevojë ajo lëkurë. Pasi caktohet kjo, fillimisht vazhdojmë me larjen e fytyrës, e cila bëhet pastrimi i make-upit edhe papastërtive, edhe pastaj vazhdojmë me të gjitha procedurat tjera, të cilat i kombinojmë si serume, si procedura, si krema, maska të ndryshme për tipin e lëkurës të cilën i duhet klientës. Shohim sa më shumë preparate këtu. Pas pastrimit, cila e fillon? E fillojmë, do na tregosh të gjithat një nga një, sepse kemi nevojë të dim, neve femrat kemi një problematikë që nuk mund të rrim ashtu me gjëra të përfshira, po i duam një nga një të na e detektojsh se për çfarë shfrytëzohet. Edhe dua një pyetje se a ka më shumë rol gjatë dimrit HydraFacial apo gjatë verës? Kur luan më shumë rol? Kur duhet më së shumti të bëhet? Më shumë rol do thoja se luan gjatë dimrit, për shkak se lëkura thahet edhe kërkon më tepër hidratim, të jetë më tepër me elasticitet, e hidratuar, e pastruar, kurse gjatë stinës së verës ne mund gjithashtu të bëjmë se lëkura duhet të jetë gjithmonë e hidratuar dhe ta ketë atë shkëlqimin e vet. Mirë po verës, për shembull mund të kujdesemi me protokolle tjera, të cilat mund t'i bëjmë, edhe hidratime pak më të lehta, jo aq të thella sa që realizohen dimrit.
Për cilën lëkurë luan është më e mirë HydraFacial, e thatë, e yndyrshme apo ajo e kombinuar? Më e mirë është për lëkurën e thatë edhe është shumë adekuate për atë tip të lëkurës. Sa zgjat trajtimi dhe a ka efekte anësore realisht? Efekte anësore nuk ka, shkaku se na i bëjmë analizë, do me thënë klientit të tipit të lëkurës se çfarë ka, e personalizojmë për çdo person, edhe shumë nuk ka efekte anësore. Zgjat diku te 1 orë trajtimi edhe preferohet bëhet 1 herë në 2 muajt, 1 herë në 2 Doja të pyes sa shpesh duhet apo? Se mvaret krejt prej tipit lëkurës edhe mvaret, po më shumë 1 herë në 2 muajt preferohet bëhet një trajtim higienik, po. Më thuaj tani, dua nëse nuk e ke bezdi, për çdo njërin nga këto aksesuar të këtij aparati, se si shkon trajtimi një nga një, të na tregosh, se edhe ata që po na shohin duan ta dinë, ta kenë më të qartë se çdo procedurë është e futur pikërisht te HydraFacial, sepse e pam se më shumë procedura, më shumë mënyra dhe teknika përdoren gjatë këtij trajtimi. Do na e tregosh dhe do na e shpjegosh një nga një, të lutem. E fillojmë pas pastrimit, do me thënë të lëkurës, fillojmë me aparatin e Skin Scrubber. Ky është aparati i Skin Scrubber, i cili i heq të gjitha papastërtitë e mbetura, atë lëkurën e vdekur prej lëkurës, do me thënë atë një shtres, një barierë e cila formohet, do me thënë lëkurë prej papastërtive, kjo i heq, cilat nuk, do me thënë nuk pastrohen kështu me. Do të thashë me sy nuk i shohim, ajo i largon. Pastaj vazhdojmë. Pastaj vazhdojmë me aparatin e HydraFacial. Ky është aparati i HydraFacial. Ishte si një thithse, pa. Një thithse, cila funksionon me ujë, të njëjtën kohë do me thënë kur thith, ajo nxjerr edhe ujin që papastërtitë të largohen edhe të thithen brenda në aparat, njëjtën kohë me ujë shpërlahen, do me thënë ato vendi që është për t'u pastru. Pas aparatit HydraFacial, vazhdojmë me këtë aparatin e frekuencës së lartë. Është një aparatur me valë elektrike, cila ka efekt antibakterial për lëkurën, edhe përshtatet intensiteti, do me thënë i kësaj që të kese efekt. Ajo në bazë të nevojës së lëkurës, apo? Në bazë të nevojës të lëkurës, përshtatet edhe intensiteti asaj që të ketë efekt më të madh në lëkurë. Pastaj vazhduam me maska të ndryshme, të cilat u kombinuan sipas tipit të lëkurës, si e pat klientja pak më parë, të më shumë pat nevojë për një hidratim edhe për shkëlqim, gjithashtu edhe pak një kombinim në fund i anti-age. Po. Pam edhe ca nga kjo janë këto janë dritat LED, të cilat janë multifunksionale, do me thonë ka me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të kaltërt, kombinimi ngjyrës kuqe edhe të kaltërt, ngjyrë të gjelbërt e të tjerë. Kështu me ngjyrë të kuqe, do me thonë stimulohet kolagjeni edhe rritet intensiteti i dritave, edhe caktohet do me thonë në pjesë të fytyrës më shumë, të cila aty përqendrohemi më shumë që të kese stimulim të kolagjenit, kurse kombinimi dritave të kuqe dhe të kaltërta janë për qetësim edhe antiinflamatore, do me thonë, për lëkurën. Kjo është aparati biostimulimit, është aparati cili stimulon muskujt, do me thonë i shtrëngon, bën shtrëngimin e brendshëm të muskujve, zakonisht më tepër e përdorim të pjesa e ballit, të pjesa e mollzave dhe të pjesa e jawline-it, që të bëjë një theksim, një konturim të fytyrës. Kur na bie mënyra, këtë e kemi pa për të na ndihmuar. Kombinohet me serume anti-age, me diçka kundër plakjes, serume të ndryshme që të ketë efekt më shumë. Dhe ajo vajza pam edhe një aparat i cili nga 40 cm mendohet. Më thuaj çfarë roli luan ajo? Ajo është një aparat si tipi të laserit, i cili ka efekt antibakterial për lëkurën, edhe gjithashtu shërben për shenjat e akneve, do me thonë për eliminimin e shenjave të akneve ose të njollave tjera të cilat ne i kemi në fytyrë. Nuk guxon do me thonë të afrohet shumë në fytyrë, duhet të kese një 30 cm një largësi që të ketë efekt, shkaku se mos ketë efekt anësore, pastaj mos e djegim në lëkurën me atë, se zakonisht e dim se laserat janë diçka shumë e rrezikshme dhe duhet dihet si punohet me ta. A rekomandohet HydraFacial ky tretman pra të kombinohet edhe me tretmane tjera gjatë sezonit të dimrit siç janë PRP, PRX, ato me
Rekomandohet, mund për shembull fillimisht ta bëjmë një pastrim, një hydrafacial ose një pastrim higienik, siç i themi ne. Edhe pastaj për një periudhë 1 mujore deri 2 mujore mund ne të vazhdojmë me trajtime tjera, domethënë cilat i kemi, si për shembull mund të bëjmë microneedling, mund të bëjmë PRP, mund të bëjmë biorevitalizime të ndryshme me injektime, mund të bëjmë mezoterapi të ndryshme, si invazive dhe ato jo invazive. Më thuaj, për sa ko mund me njëherë të vërehet rezultatin nga hydrafacial? Nga vajza e pam se me njëherë mori një lëkurë të shkëlqyeshme, do kisha me thënë ashtu glass skin, si që thuan tani kjo generata e Instagramit dhe e TikTokut, dhe të gjithë po luftojnë për një fytyrë ashtu të bukur. Më thuaj se për sa ko me njëherë vërehet një ndryshim në lëkurën tonë? Ndryshimi është shumë i menjëhershëm, siç e pat edhe vetë klientja. Do me thonë, ajo me njerë pas reagimit, do me thonë pas aplikimit të krejt maskave, serumeve cilat ne i përdorëm, ajo pat me njëherë një rezultat. Varet edhe prej tipit të lëkurës, po zakonisht do me thonë mund të me njëherë të nesërmen ta ketë atë efektin e glass skin, shkaku se është një pastrim shumë më i thellë, edhe e ka atë efektin, i ka produktet në brenda edhe lëkura i lën ti absorboja ato. Edhe dua një mesazh për të gjitha ato vajza që si ta trajtojnë lëkurën, si ta mirëmbajnë, sidomos tani në këtë periudhë të dimrit që ta kemi sa më të hidratuar dhe të na shkëlqej sa më shumë. Një këshilla imja për vajzat gjatë stinës së dimrit për mirëmbajtjen e lëkurës dhe ishte ajo se duhet të kujdesen, do me thonë, edhe të vëndojnë më shumë produkte hidratuse që ta mirëmbajnë, mos e lënë të vijë deri te ajo përçarja e lëkurës, tharja e lëkurës, edhe gjithashtu a rekomandoj edhe kryerjen e trajtimeve të ndryshme të cilat bëhen gjatë stinës së dimrit. Kjo higjieniku është një trajtim jo invaziv, i cili përfshin vetëm një pastrim të thellë të lëkurës, një hidratim edhe i kthen shkëlqimin lëkurës, kurse ka trajtime të ndryshme për dimrit, të cilat preferohen, janë me protokoll të bëhen gjatë stinës së dimrit si microneedling, biopeeling, të cilat shërbejnë shumë për mirëmbajtjen e barierës së lëkurës. Regjenerojnë qelizat, rregullojnë të shenjat akneve të cilat kanë, domethënë klientet, varet, minimizimin e poreve. Këto krejt preferohen të bëhen gjatë stinës së dimrit, shkaku se nuk ka temperatura të larta edhe rikuperimi është shumë më i lehtë. Në një kohë kur lëkura ka më shumë nevojë për kujdes dhe ushqim, hydrafacial ofron një zgjidhje të shpejtë, efektive dhe të sigurt për të gjitha tipet e lëkurës, përmes teknologjisë së avancuar dhe produkteve të specializuara. Ky trajtim nuk është thjesht estetik, por investim në shëndetin e lëkurës, sepse një lëkurë e hidratuar mirë nuk është vetëm çështje bukurie, është reflektim i kujdesit për veten tonë.